Shikues nderuar televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Sot do të flasim për 7 marsin, ditën e mësuesit. Do të flasim për shkollën e parë shqipe që është hapur në Korçë. Do të flasim për gjithë nostalgjitë që kanë ish nxënësit, prindrit për mësuesit. Do të flasim për rëndësinë e shkollës dhe të gjuhës shqipe në vite. Po ashtu do të flasim edhe për mënyrën se si duhet që neve në emigracion të ruajmë gjuhën shqipe në familjet tona dhe si bashkësi, por pse jo edhe në mënyrë institucionale, pasi në Shtetet Bashkuara të Amerikës në disa universitete ka edhe katedra në gjuhën shqipe dhe mendime të tjera, të cilat unë do të tërheq këto mendime nga të ftuarit që kam sot në studio. I kam të ftuar të veçantë, janë mësuesa me profesion, kam bërë histori në fushën e tyre dhe do ta prezantoj doktor profesor Anton Lajçaj, i cili punon në UVM, një nga universitetet më të mira të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jam i privilegjuar që e kam të ftuar pasi ka se çfarë sjellin nga eksperjenca e tij, jo vetëm si mësues, por edhe si ish nxënës. Mirë se ka ardhur zoti Lajçaj. Mirë se u kam gjetë, faleminderit për ftesën. Po ashtu kam të ftuar edhe Deniza Aziraj, është mësuese në Lanphier High School, gjithashtu jep mësim edhe në College në Macomb. Është një zonjë e cila vazhdimisht ka qenë prezente në komunitetin shqiptar, jo vetëm ndihmesën që ka dhënë dhe vazhdon të japi komunitetit një aty ku ka punë në saj, por vazhdimisht ka ndihmuar shqiptar dhe vazhdon të ndihmojë edhe sot. Zonja Aziraj, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Edhe unë kam qenë dikur nxënës, kam dhënë mësim dikur, por ju jeni profesionist. Edhe jo vetëm unë, po shumë njerëz do ju dëgjojnë, ata që kanë qenë mësues, do t'i falenderojmë me shpirt, me shumë respekt, edhe do ju dëgjojnë me nostalgji. Ata që janë nxënës, do të dëgjojnë me shumë vëmendje e me etje për të mësuar nga ju, pasi ka dhe shumë studenta që do të vinë në pozicionin tuaj si mësuesa. Ta fillojmë nga pikpamja e rëndësisë të shkollës parë shqipe që është hapur në 7 mars të vitit 1887, që është edhe si caktuar si dita e mësuesit për shqiptarët. Ku qëndron rëndësia e kësaj shkolle? Çfarë kontributi ajo ka dhënë në vite deri në ditët tona? Si mbas mendimit tim, domethënë, ajo ishte një ngjarje shumë kulminante, sepse për herë të parë, domethënë, ishte koha e rilindasve dhe kjo si thua ishte një hap më lartë drejt bashkimit të kombit, drejt unifikimit, drejt asaj idesë që domethënë ne mund të bëjmë gjithçka. Mund të kemi shtetin tonë, mund të kemi dhe shkollat tona, dhe ishte diçka shumë e rëndësishme dhe që si thua prandaj edhe nuk zgjati aq shumë, sepse turqit munduan patjetër që ta ndalojnë sa më shpejt, sepse pa rrezikun që shfaqte shkolla. Se në atë kohë ishte ndaluar me ligj të hapin shkollën. Po, ishte ndaluar me ligj që të kishte mësim në gjuhën shqipe, kështu që kjo ishte diçka e papare, pa dëgjuar dhe shumë me trimëri shumë të madhe, domethënë. Po në vite, si vazhdoi influenca e kësaj shkolle në vitet që pasojnë, deri në ditët tona? Në radhë parë dua t'ju përshëndes juve edhe kolegen time, profesoreshën e nderuar. Dihet se gjuha është gjëja themelore e një kombit. Nëse një komb, një popullat, një rajon nuk e ka gjuhën, atëherë faktikisht thjesht vetëm ekzistojmë si qenie njerëzore mbi tokë. Dhe unë vërtet si një njeri që jam marrë me arsimin që 27 vite në gjuhë të ndryshme, në vende të ndryshme dhe sistemet të ndryshëm, e vlerësoj tej mase guximin e të parëve tonë, rilindasve, si që theksoj parafolësja, cilën morën vërtet atë guxim, atë hap për hapjen e shkollës në gjuhën shqipe, një kohë që për 500 vite ishte ndaluar për shqiptarët autokton mësimi i gjuhës shqipe nga Perëndoria Osmane atëhershme. Rëndësia ka qenë e jashtëzakonshme dhe
prej asaj që kishte një rëndësi të madhe, kishte edhe kundërshtar të mëdhej. Dhe ajo ishte edhe shkaku që me të vërtet ka kalun për çështje dhe probleme shumë të mëdha. Ty e pas parasysh se nuk kishte as objekte, nuk kishte as tekste mësimore, nuk kishte as kushtet elementare, thjesht ishte vetëm vullneti. Kësa i thonë të ndërtosh një pallat, një kohë që nuk je as bloqe dhe mos flasin për cimente. Pra, kjo vërtet ne si shqiptar, kudo që jemi dhe gjitha gjeneratat të cilët punojnë, kanë punua me vite, kanë lënë jetën për t'ju hapur syt gjeneratave, gjithsesisht fëmijëve tonë shqiptar, kudo që janë, meritojnë respektin më të madh, sepse shkolla, arsimimi është arma më e fortë dhe është çështja dhe suksesi më i madh i një kombit. Duhet ta them dhe duhet të vlerësoj, është mendimim që neve na ka munguar një gjatë tilla shumë, dhe kjo ndoshta ka qenë edhe arsyeja se kombet tjera na kanë sulmuar, na kanë okupuar, na kanë pa me një sy të dytë, por falenderit atyre që morin këtë guxim dhe falenderit gjitha gjeneratave që deri në këtë ditë sotin, edhe sot e kësaj dite punojnë për të hapë syt, për të formua karakterin e një fëmiu, për të formua integritetin e një fëmiu, dignitetin, bashkëpunim normalisht me prindërit e tyre. Dhe me thënë, ne jemi me një krejt jetën dhe rëndësia është jashtëzakonisht e paqëmuar për çdo gjë që ata rilindasit tonë kanë bërë për gjuhën dhe për hapjen e shkollës së parë shqipe me 7 mars vitit 1887 në qytetin e bukur të Korçës. Shumë faleminderit që të dyve për shpjegimin jashtëzakonisht ekselent. Pse është caktuar data e 7 marsit, ditës që është hapur shkolla e parë shqipe? Besoj që kjo ka të bëj me 3 aspekte të ndryshme. Ka të bëj me aspektin që vërtet u hap shkolla e parë, pastaj me aspektin për të nderuar ata trima që e hapën shkollën, gjithashtu mbas edhe për të nderuar që më në fund gjuha shqipe mori një nivel tjetër më të lartë, do të thënë që më në fund ne kishim shkollat që mund të akreditoshin në botë, ne mund të tregonim botës, do të thënë që ne gjithë jemi në gjendje të kemi shkollat tona, universitetet tona. Unë e di që Universiteti Durrësit ka qenë universiteti më i vjetër në Evropë, nëse nuk jam gabim, dhe base kjo ka qenë një ngjarje pak a shumë aq e fuqishme sa ai universitet ose një ndërtesë, aq do me thënë se sa ka qenë ai universitet, sepse tregoi që më në fund neve kemi identitetin ton më të fortë si komb. Profesor Laçaj, pse u caktua mësuesi si simbol i kësaj date? Po faktikisht u caktua, mendimi im është sepse roli mësuesit është kyçi, çështja kryesore është personi, është misioni, është veprimtari, është ai që jep çdo gjë nga vetvetja për të bërë një punë tillë, një detyrë tillë, dhe unë mendoj se është përgjegjësia më e madhe, domethënë e atyre për të mbajtur, për të hapësh nëse do të hapësh një institucion, do është shumë e lehtë. Ndoshta nuk është edhe lehtë, po mund të ndodhë lehtë, por për mbajtjen e tina dhe për ngritjen e nivelit kërkesave, domethënë ajo ka qenë është shumë e vështirë. Dhe unë jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur si njeri asaj fushë që vërtet u vlerësohet puna e mësimdhënësve në përgjithësi. Kur e përmendim termin mësues, unë mendoj se është termi më i shenjtë. Shumë njerëz ndoshta mendojnë se vetëm ka të bëjë mësuesi një cikli tul, po të gjithë jemi pa dallim, që nga parashkolloria deri në universitetet, pra gjithë kemi të njëjtin rol, pak a shumë, dhe arsyeja kryesore është pra vetëm duke vlerësuar punën e palodhur dhe duke e shkrirë vetveten si qiriu për të bërë dritë dhe për të shëndrit mendjen të tjerëve. Cili është roli mësuesit në një komp, në një shoqëri?
këtu mos hiqni dorezat. Pra, edhe pse jeni mësues, mos jeni modest. Pra, ç'a pozicioni, ç'a roli ka mësuesi? Se themi që bas familjes vjen mësuesi për edukime, për gjithçka. Si e mendoni juve? Unë personalisht mendoj që është shumë i rëndësishëm, do të shtoj nga më tepër çfarë po fliste profesori. Mësuesi, si thua, nëna është mësuesja e parë e fëmijës, domethënë sa lind fëmia, nëna është mësuesja, sepse i mëson gjërat bazat e si të jetojë, si të heci, si të mbrohet. Dhe për shembull mësuesët që nga ata të fillores deri në universitet, në çdo nivel mësuesi ka rëndësinë e vet dhe jo vetëm ne jemi model për ta, domethënë duhet të jemi, po ndonjëherë, si thuash, jemi edhe një pikë mbështetje ose një pikë që domethënë ndonjëherë mund të shpëtojmë jetën ose të ndryshojmë jetën një fëmie. Sepse domethënë duhet t'i tregojmë jo vetëm që domethënë t'i japim një mësim, t'i mësojmë një lëndë, po domethënë t'i tregojmë që ka njerëz të mirë, që ka njerëz që ju vjen keq, kujdesen për juve, domethënë ka njerëz që janë të interesuar t'ju ndihmojnë. Domethënë puna e mësuesit është shumë e vështirë, por në të njëjtën kohë është shumë e bukur. Urdhë, profesor? Unë mendoj se do t'ja vetëm shtoj pak për fjalët që profesori është nderuar. Tha, unë mësuesin dhe mësimdhënësin në përgjithësi e shoh si një idol, si një institucion në vetvete, sepse pak a shumë gjithë jemi mësues, gjithë kryejnë rolin e mësuesit, shpesh ndoshta mund mos ta dinë se kryen atë rol, por nëse do t'jesh prindi mirë, sigurisht se do t'jesh një mësues i mirë. Dhe si rrjedhoj rolin kyç, si thash, në formimin e një njeriu, përveç prindërve, e mban mësuesi. Pra, këtu kam fjalën për gjitha ciklet. Pse, mund të thuash? Sepse fëmiu që në momentin, moshën 2 vjeçare, 3 vjeçare, e kështu me radhë, ai mendon se është i vetmuar dhe ai do i ndan dhe i përcakton njerëzit që i afrojnë ndihmë. Unë e kujtoj një rast, për shembull, një student ishte i demoralizuar në vetvete, edhe nga mënyra se si qëndronte në klasë, pash se ka disa shqetësime. Edhe ju afrova dhe pyeta, njëherë më kujtohet pse, çfarë halli ke, çka të pengon. Thotë, unë kam një ëndër të realizoj në këtë deg, por nuk e shoh vetin aty, nuk kam besim tek vetja se unë mund t'i arri. Edhe e thash qetësoju, thash dhe flasim nesër për këtë punë. Mas që diskutume me ta, i thash një gjë, unë kam shumë besim tek ti, edhe ma shumë se ti tek vetja, për këtë pikë dhe për këtë lanë që ti do të arrish, do të kesh sukses. A ju gëzua dhe vazhdoj, u motivua, mas 2-3 vitesh më kërkoj, në fakt, ndoshta kisha harruar rastin, sepse neve në ndrohen studente shumë, edhe vjen edhe më takon, edhe më thot, kështu mu drejtu me një fjalë, thot, faleminderit, thot, shumë, thot, nga ju, thot, për besimin që ju besuat ma tepër se sa unë i besova vetvetes dhe realizova ëndrrën, për ndryshe, kisha përfunduar diku tjetër. Pra, unë e kam fjalën të kjo që besoj që çdo mësues, çdo mësimdhënës, kudo që ka qenë, kudo që ka vepruar, me çfarë do nivel nxënësish apo studentësh ka pas punë, ai të dikush ka ba diçka ma shumë se ata që ai e ka paramendua, ka ba një ndryshim shumë të madh. Është shumë mirë dhe shumë e këndshme nëse ne ndodhemi në një situatë që dikuj mund t'i hapim një rrugë, mund t'i sqarojmë një problem që mund ta ketë, dhe është shumë e rëndësishme që nxënësi ose studenti të dinë se ka mbështetje te dikush. Pra nuk e, nëse gjitha shpresat
i ka humbur në jetën e përditshme, tek familja, tek shoqëria, tek kushe njerëzit që rrethojnë, unë mendoj se shpresa e fundit e atyre ndodhet, mund ndodh, jo ndoshta të gjithë, po tek një me stimulansë, tek një edukator që ai ka atakuar gjatë jetës. Dhe në këto pikpamjen, në këtë bazë, unë e shoh se mësuesi vërtet ka rolin shumë të rëndësishëm, të jashtëzakonshëm. Unë personalisht, edhe sot e kësaj dite kisha me muj me ba listën nga mësuesi i parë, që shfrytëzoj rastin dhe ta përshëndes, që nga ky moment që është gjallë, jeton Koli Vezaj, deri në të gjithë profesorët që unë kom pas punë dhe i kom pas nderin t'i kam në auditore. Pra, për ta përmbyllur këta, mësuesi ndoshta është themeli, ndoshta mund të them edhe muret e një ndërtese që neve si njerëz mund të formohemi, mund të krijojmë, pra diçka që edhe ne në të ardhmen mund t'i shërbejmë edhe familjes, edhe vendit, edhe komit, dhe gjithmonë do të gjejnë një shembull tek ata që neve mund të pasqyrohemi përmes tyre. Po për të dhënë atë kuptimin më të plotë si fushë e jetës, nëse mungon arsimi, çfarë ndodh në shoqëri? Po, nëse mungon arsimi, është të njëjta gjë sikur të më thuash ti mua nëse ti heqi dy sy çfarë do bësh. Ashtu e shoh, ndoshta është shumë e egër, por po kjo e theksolla më parë për të lehtësuar. Po. Se nëse nuk punojnë në bujqësi, nuk mbjellin domate, do mbjellin patate, do mbjellin qep, pa diçka do hash, do të mësosh. Shkëlqyeshëm, unë plotësisht pajtohem, pra arsimimi nuk është, unë nuk jam kundër punës, çdo punë për gjithë botën, për gjithë botën në përgjithësi, gjithë botën në përgjithësi, çdo punë që bëhet e ndershme, me djers dhe me përkushtim dhe me profesion, është më tepër se mirëseardhën, por ama është shumë mirë kjo se qoftë edhe nëse mbjell domate, të paktën është shumë mirë edhe për ata që mbjell, e ndjen veten më mirë nëse ka njohuri për ta më shumë. Çdo punë tjetër që bën, po edhe nëse bën pastrimin, normalisht nëse është i edukuar, është i shkolluar, i arsumuar në atë deg, në atë lami, e bën atë punë më lehtë. Domethënë edhe shijon më mirë, edhe është më i suksesshëm, normalisht se do të jetë edhe më i përshtatshëm për çdo punë më lancë që punon ose në një ndërmarrje që punon. Pra, arsimi faktikisht është e njëjta gjë sikurse një rrugë e jona është e mbyllur me shkurre, dhe arsimi është ai që t'i largon ato shkurret dhe hap atë rrugë, dhe rrugën e ketë qartë, e ketë pastër dhe ketë sigurt ku jetë me shku. Pra kjo është qëllimi i asaj, dhe unë mendoj edhe gjithmonë rri duke trombetua, nëse mund të them, duke rral zile çdo herë. Nuk ka rëndësi çka do punosh. Ndoshta nuk punon në profesionin ose në shkollë që banë, por ama mos u pendo, sepse ajo do të ndihmoj në mënyrën e komunikimit me njerëz, në mënyrën e zgjedhjes problemeve, në mënyrën e bashkëpunimit, në mënyrën e bashkëveprimit, në ngritjen e nivelit njerëzor, në ngritjen e dashurisë për vendin tanë, për gjuhën tanë, për njerëzit tu, për të afërmin tu, për kombin tanë, për gjitha këto, nëse mund të quaj beneficione ose gjitha këto të mira vinë prej arsimit, sepse po tjetë një diçka që ndoshta rritësh në një vazo të mbyllur dhe nuk ke dieni, do të paraqitesh edhe në shoqëri, edhe më i egër, do të jesh ndoshta edhe më arrogant, mund të jesh edhe më i pasjellshëm, mund të biesh në problem, jo ndoshta nga dëshira, por nga padia. Pra, rezultati i arsimimit është i jashtëzakonshëm. Unë mendoj dhe besoj se neve nuk e vlerësojmë edhe shumë. Shpesh herë dëgjoj shumë njerëz, po ky u bë milioner nuk e ka as gjimnazin e kryer. Po ky u bë milioner la universitetin pa mbaru. Është shumë e vërtet, ka raste të tilla, por pse duhet të merren raste të tilla nëse ti mund ndjekësh rrugën e drejtë dhe pastaj baju milioner, vazhdoj ata baje punën që ti mendon se mund të jesh më i suksesshëm, por në asnjë mënyrë mos e anashkalo arsimimin dhe edukimin.
Kishte diçka për shtuar? Jo, vetëm doja të thosha, domethënë të bën dhe të kuptosh më tepër për veten tënde si njeri. Që çfarë aftësish ke ti vetë si individ. Dhe për shembull unë shikoj me vajzën time të madhe, ajo ka mbaruar për muzikë dhe ndonjëherë thot për shembull që siç e kanë dhe shqiptarët që pse kanë mbaruar për muzikë, duhet kishte bërë doktorat ose doktor ose avokat. Edhe ajo për shembull më pëlqen shumë se thot këtë. Unë e di thot që mund të kisha bërë diçka tjetër, thot, por unë nuk e quaj asnjëherë humbje kohe sepse unë mësova thot e para punës shkolla ishte shumë e vështirë, mësova rigorozitetin e universitetit, mësova si të mësoj, si të përballoj, domethënë, si të thuash, ngarkesa të mëdha. Dhe nga ana tjetër thot, bëj diçka, thot, kam mësuar që është diçka që unë më jep kënaqësi si njeri në radhë parë dhe që e di që jam shumë e mirë. Dhe ato janë diçka të rëndësishme, që për shembull vetëm gjesh një punë që të marrësh një lloj pagese, për mua nuk është, shumë njerëz mendojnë domethënë thonë që okay, duhet të kesh punë, marrësh para. Okay, ajo është shumë e vërtet, po pastaj çfarë njeriu je? Ajo në një farë mase do vi një pikë që do më të thuar që nuk e bëj dot më, ose do jesh shumë i palumtur me veten tënde, ose që për shembull, pastaj edhe ne fëmijëve duhet t'i tregojmë vetë, duhet jemi ne model, domethënë t'i tregojmë atyre që si mund ta gjesh ti se çfarë duhet të bësh me jetën tënde. Dhe arsimimi t'i hap të gjitha këto dyert, është e pamundur ndryshe. Faleminderit, po meqense ishe duke folur, e kam një pyetje me ju. Nuk do t'i bëjmë qaf fushave shkencave të ndryshme, sepse ato kanë rëndësinë e vetë. Por duke qenë që neve kemi një dhimbje si komunitet, po bëjmë pyetje për gjuhën. Vite para, këtu në këtë studio, kisha të ftuar Antonio Bellucin, të ndjerin ishte prifti Arbëresh. E fliste bukur mirë, ai kishte bërë libra, studime, ishte akademik. Por i them, se keni rrotur gjuhën e sa përqind të popullsisë e din gjuhën në Kalabri, Arbëreshët. Edhe më tha, po ishte shifra shumë e kënaqshme, e këndshme, unë kënaqa. I thash, po si arritët juve ta bëni këtë? Edhe ju quan kemë, më erdhi mua, nena, tha, është rubineta e dijeve për fëmijin. Dhe vin tek pyetja, ose tek kemi ne një traditë si shqiptar që themi që gjuha e nenës, e përdorim në këtë. Po na shpjego pak. Po, gjuha e nënës është, domethënë, unë jam munduar vajza, domethënë shembull konkret, vajzave të mia jam munduar t'i mësoj shqipen që gjithmonë kanë folur vetëm shqip. E madhja di dhe të shkruaj, e mësova vetë të shkruaj të lexoj. Biles ajo ka mësuar më përpara të lexonte dhe të shkruante shqip, dhe pastaj kur shkoj në shkollë mësoj anglisht. Dhe mendoj që ajo për shembull, vajzat në fillim, kur filluan shkollën, që është ajo ideja që duhet përshtatemi, të kemi shoqëri, nuk para kishin qef të flisin, po duke u rritur e kuptuan shumë atë vlerën e gjuhës dhe të identitetit. Dhe për shembull tashti të dyja e kanë kënaqësi shumë të madhe kur ju tregojnë kështu fjalë të urta shqiptare, ose batutat ose sharjet shqiptare, kënaqen. Ua, më thonë mua, se interesante që është gjuha shqipe. Është shumë e bukur. Ju profesore, dhe pse nuk keni ne ju. Para se të përgjigjem pyetjet, është pak me u lidh me ata që thatë mos të merrem vetëm në mësimdhënien dhe shkencët. Pra, unë me nëjllë besoj çdo profesion duhet të kalojë në këto etapa, duhet të kalojë nëpër ciklet e ulta, dhe më thënë mësuesi ciklive të ulta, të mesëm, të lartë, universitete, kështu. Pra, gjitha këto profesione, gjitha këto fusha, pa marrë parasysh, çështja e parë kur një familje gjithësisht arrin një fëmijë në shtëpi, ata vetëm fillojnë, do më thënë lind, flas në një familje, ata fillojnë të mendojnë
ku do të shkollojmë, çka do të bëjmë, si do të bëjmë sukseshëm. Pra gjitha këto do të kalojnë në këto etapa dhe do të arrijen bëjmë sukseshëm. Pra nuk ka inxhinier që nuk kalon për këto shkolla, nuk ka doktor, nuk ka pilot, nuk ka asnjë profesion që kanë përveç atyre që ndoshta nuk janë punë të ndershme nëse mund t'i quaj. Pra, sido që jetë puna, kjo pyetje që ju e bët për ruajtjen e gjuhës shqipe. Përdoret shpesh. Gjuha e nenës. Gjuha e nenës, pra gjuha e nenës. Mendoj që është detyrë e çdo prindit. Është obligim. Nëse një prind merr përgjegjësi me rrit një fëmijë, me eduku, me shkollu, me drejtu në rrugën e drejtë jetës tij, ose të saj, ai ka detyrim t'i jap, t'i mësoj gjuhën e nenës, babait, parve, të kombit që i takon. E ka detyrim. Pra, në qoftë se kjo mungon, unë kam rënë provim si prind. Pra, nuk e kam ba, nuk e kam realizua detyrën e prindit ashtu siç është dashur me realizu. Ndëgjoj shumë arsye time, jo po jemi jashtë Shqipërisë, jemi, nëse jeta është shumë e ngarkuar, është shumë e vërtetë. Unë personalisht, sot gjatë për këtë moment, unë kam dalë nga shtëpia në orën 6 mëngjesit, tash kaloj ora 6. Është shumë e vërtet, kem shumë ngarkesa, kem shumë punë. Por gjitha këto ngarkesa që neve i kemi në jetë, nëse nuk e kryejmë detyrën prindore dhe nuk i shërbejmë fëmijës në ato pika që neve duhet t'i shërbejmë, atëherë faktikisht neve dhe dështojmë si prind. Dhe si rrjelloj, jo vetëm se pason asimilimi, por rrjelloja është tjetër se ata fëmijë mund të bëhen edhe problem nesër edhe në familje, mund të bëhen problem edhe në shoqëri, sepse shkencëtarisht është vërtetuar, nëse një njeri është i asimiluar ekstremisht dhe mohon origjinën dhe prejardhjen, ai njeri bëhet i egër ndaj jo vetëm kombësisë dhe kombit vet, po ndaj edhe të tjerëve, sepse duke menduar se edhe të tjerë po më shohin me një sy krejt tjetër, bëhet agresiv. Pra, kjo është një ruajtja e gjuhës është për mendimin tim jashtëzakonisht e rëndësishme, nuk është e lehtë, ne duhet të pajtohemi me ata se nuk është e lehtë, sepse që nga momentin kur zgjohet në mëngjes, përballet me një gjuhë tuaj e tjerë, por mos të harrojmë se ne si shqiptarë jemi shumë të njoftun për mundësinë e mësimit 2-3 gjuhëve të huaja, për shembull. Unë personalisht i flas 3 rrjedhshëm, po edhe të 4 në marrvesh. Zonja, profesoresha, juve. Pra, ne kemi në gjenë, kemi në gjak, dhe pse mos ta mësojmë gjuhën tonë? Pse? Unë mendoj se gjuha shqipe përveç se t'jep, domethënë, atributet ose karakteristika njerëzore t'jashtëzakonshme, ti duhet t'jesh edhe në krenar, sepse është në gjuhët më të vjetra indo-europiane dhe në punë, që si gjatë bisedimeve me kolegë tonë, domethënë që u takojnë kombeve të ndryshme, ata befasohen nga mënyra, ata më pyesin të flas shqip, të komunikoj shqip. Jo them, shko në Google, kërkoj emrin tim dhe dëgjoj zërin tim edhe gjuhën se si e flas. Domethënë, është shumë e rëndësishme dhe neve duhet bëjmë edhe më shumë për ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditave tona, sepse janë jashtëzakonisht bukura. Edhe neve nuk duhet të ndihemi inferior në këtë pikpamje, përkundër se ne duhet të mburremi, të jemi krenar dhe gjithmonë të japim shembuj pozitiv që kombësi dhe kombe tjera të na vlerësojnë, normalisht do na vlerësojnë përmes veprave tona, por këta mund ta shprehim edhe përmes gjuhës të bukur tonë shqipe. Pra e kaluam atë rëndësinë që ka shkollimi, pasi pa një shkollim ndoshta bota për pak kohë do të kalojë në kolaps, sepse s'do të funksionojë asgjë. Punë brezash është ajo, qoftë nuk funksionon. Por le të vim tani tek roli i mësuesit. Flasim për mësuesin, si figurë e mësuesit në përgjithësi. Por që ta kuptojmë atë rolin e mësuesit, më mirë sillim eksperiencat tuaja. A jeni ju të dy modeli i mësuesit tuaj dhe kujtimet që keni për vitet tuaja që keni arur
deri në ditën e sotshme? Unë për shembull, po filloj. Unë për shembull, tash nuk mund ta krahasoj aq shumë, sepse për shembull unë shkollën e kam për në Shqipëri dhe këtu sistemi është shumë ndryshe, dhe mësuesit pak a shumë hynin gjithmonë në anën e strikt, ishin shumë strikt si mësues. Dhe ishte domethënë që sa më i zoti, sa më i rept ishte mësuesi aq më i mirë ishte. Po një nga mësueset në Shqipëri që kam pasur që besoj ajo kishte filluar si thuash në atë anën më moderne të mësimdhënies, ka qenë mësuesja ime e gjimnazit të anglishtes Nermin Vorpsi, të Sami Frashëri, kam një respekt të veçantë domethënë, se ajo ishte një njeri që domethënë për herë të parë bënte kështu biseda të përditshme, small talk që thonë këtu, ose fillonte për shembull na bënte komplimente për veshjet, ose bënte ndonjë bisedë kështu që të bënte të mendoje, oh wow, kjo na do neve, ose kjo na shikon si njeri, domethënë, shiko kjo, vërej që çfarë bëjmë neve. Dhe këtë e kam jam munduar që ta zbatoj dhe vetë, siç tha profesori më herët, për shembull, unë gjithmonë kur kam parë nxënës, i vëre shumë pamjen e parë të fëmijës, dhe kur kam parë që kam pasur nxënës që nuk dukeshin mirë, si thua, dukeshin shumë të mërzitur, ose kam pasur nxënës që mbanin gjithmonë kokën të ulur. Ato janë shenja shumë kryesore, ose që fshiheshin, uleshin gjikundi dhe nuk donin të flisnin gjithmonë. Jam munduar domethënë, është pyetja e parë, a je mirë, çfarë ke? Ose për shembull jam munduar që dhe në klasë, tash ne jemi të rritur, unë ka ditë ndonjëherë që megjithëse i kam thënë vetes që kur nuk do ta nxjerr stresin tim të fëmijët, por ka pasur raste që kam qenë shumë, pasi nuk kam pasur gjumë, ose jeta, domethënë, dhe i kam thënë fëmijëve dëgjoj, i kam thënë nxënësve, sot unë nuk ndihem shumë mirë. Kështu që nëse ngrezorin, duhet më tregoni, okay? Po, domethënë, vetëm mos u sillni keq sot. Ose të njëjtën gjë, për shembull, kam nxënës që kam pasur biles një rast shumë të rëndë, kisha kur jepja mësim të rriturve në Ferndale, kam dhënë mësim 3 vjet, më vjen një nxënës, unë nuk e dija, ajo ishte, domethënë, emigrant, ajo nuk e dija, po i shkreti kishte probleme mendore. Edhe ajo vjen në klasë, kishte ndryshuar orën që merrte ilaçet, dhe ajo ishte në një kështu skizofreni të plot, domethënë. Vetëm ajo qetësia ime e ulja të i qetësoj, unë isha në gjendje të nxirja nga klasa dhe më thënë bëj fjalë 2 metra mashkull, dhe vetëm do me thënë me qetësi, e nxora nga klasa, do me thënë isha në gjendje të thirrën policin, që pastaj kur vajta në shtëpi thash, ua, thash, si arrita unë ta bëj këtë, edhe isha shumë e stresuar për kësaj, për një kohë gjatë me zi e mora veten, pa aty isha në gjendje ta mbaj veten, dhe besoj do me thënë që kjo puna, prandaj kjo roli i mësuesit do me thënë të mëson, unë them që përballoj çdo lloj situate, sepse jam mësuar që të merrem me fëmijët, ose për shembull s'mund t'i marrë gjërat personale, tash ata janë fëmijë, janë teenagers, ndonjëherë do ngrenë zërin, ndonjëherë do këpusin fjalë që si mendojnë hiç. Unë s'mund t'i marrë fyerje. Tash nëse bën gabim, unë ja bëj të ditur, por kur nuk ju mbaj natë, dhe të njëjtën gjë bëj dhe me fëmijët e mi, domethënë ajo teoria ime është që ne jemi njerëz, bëjmë gabime. E rëndësishme është që ne t'i pranojmë, ose të kuptojmë ku e kemi gabimin. Se mbase edhe nuk e pranon në fillim, por ta kuptosh këndvështrimin e tjetrit, sepse kjo do ndihmoj edhe në jetë, për shembull që ti, sepse në punë do kesh fjalë me njerëz, në familje do kesh fjalë me partnerin, me fëmijët. Në qoftë se për shembull mëson që ta kuptosh që, okay, ideja është që ne do ta zgjidhim problemin, jo kush e ka fajin, atëherë bëhet krijohet një lidhje shumë e shëndoshme me nxënësit.
Urdhë profesor Laçaj? Po, unë në fakt Ju e përshëndetet profesorin tuaj, por mësuesin tuaj të kam parë. po përshëndeta edhe kam domethënë model në gjitha nivelet domethënë e shkollimit tim. Unë nga natyrë jam pak rigoroz, domethënë nuk ka se jam rigoroz në atë kuptimin e fjalës me disiplinë, ku më di, po në atë mirë kuptimin që çdo nxënës tani vetin student gjithsesi mirë në mes dhe kur t'jetë kohat për të punuar, do të punuar. Bile unë e kam një thani kështu përdor, let's do math now, thom kështu ka jena, po bëjmë pak matematik mas në një konsultimit. Ndoshta nuk duhet t'i përmend me emra, por që përveç mësuesit pra tim të parë, në 8 vjeçare kam parë një mësimdhënës të matematikës dhe ndoshta ai ka qenë shkëndija e parë që mua më ka dhënë gjithsesi vullnet, më ka motivua për të marrë me matematikë dhe arsyeja sepse ka qenë mënyra e tij të shpjeguarit, domethënë ka qenë jo shumë i thelluar, po mendoj në aspektin matematikor, po ka qenë shumë praktik, domethënë edhe të e pas parasysh një farë mënyre me dha ide se neve nuk e mësojmë matematikën vetëm përmes ekuacioneve, por ato ekuacione mund të përdoren edhe në jetë përditshme. Ajo që domethënë ka qenë shkëndija e parë. Pastaj vazhdimi në gjimnaz, po ashtu kam pas fatin që të gjithë profesorët mësimdhënësit e mi domethënë kanë një pjesë e madhe sepse neve atëherë ka qenë sistemi i drejtimi matematiko natyror që në klasën e 9 ose viti i parë gjimnaz dhe kam pas aty gjithën përgjithësi, po 2-3 që ndoshta unë ma shumë jam fokusua, më ka pëlqyer, domethënë mënyra e komunikimit tyre me nxënësit, mënyra e paraqitjes, transferimi i diturisë nga mësimdhënësi tek nxënësit e kështu me radhë. Po ashtu kam pas edhe profesor në universitet, meqense unë kam studiuar në Universitetin Luigi Gurakuqi. Dhe aty kam pas vërtet profesor të jashtëzakonshëm, shkëlqyeshëm, nuk mund pa përmend një që më ka më ka lënë përshtypje shumë, është profesor Tonin Shkupa. Me vërtet ka qenë i jashtëzakonshëm, edhe si matematikan, po edhe si metodikën dhe pedagogjinë e ka pas shumë zhvilluar për mësimdhënien e saj. Dhe këtu, domethënë, studimet e mia pas universitare në Wayne State University për master dhe doktoratur, kam shumë profesor që i kam në mend dhe bashkëpunoj edhe sot me ta, por një që ndoshta mund me ka lënë përshtypje është një profesor me origjinë kineze, Pi Yang Wang, është profesor shumë i nderuar në Wayne State University tani dhe pak a shumë e gjej veten tek secilin nga këta. Pra kam marrë diçka nga ata që unë kam menduar se është e vlefshme dhe do më shërbej dhe kam në farë mënyre kam formua vetveten. Ndoshta nuk është më e mira e mundshme, por neve gjithmonë mësojmë, trajnohemi, studiojmë. Kolegë e nderuar e dinë se sa platforma gjatë një semestri neve ndryshojnë, ose gjatë një viti, çdo semestër për shembull ndryshojnë platformat, strategjitë, mënyrat, sepse siç dihet, bashkë me teknologjinë, bashkë me zhvillimin ekonomik, zhvillimet që ndodhen nëpër botë, neve duhet të vazhdojmë dhe normalisht duhet të jemi në hap me kohën, në hap me zhvillimin, edhe jemi, domethënë, mësojmë gjatë gjithë jetës. Long life learners, si thonë këta. Edhe kjo mendoj është një diçka që neve duhet ta bëjmë dhe vazhdojmë ta bëjmë. Edhe derisa duhet të jemi në ato pozita. Përndryshe, këtu themi të shkel ajo rrota e madhe që nuk mund ngritesh më. Profesor Laçaj, ju e thatë se jeni korrekt në jetë. Është karakteri jot kjo, po ka ndikuar matematika si shkencë eksakte? Faktikisht,
normalisht edhe nga familja, ndoshta nga rrjelli, ka ndikuar, por unë mendoj që edhe profesioni ka ba shumë për me qenë i përpikt në jetë. Unë punoj 27 vite në arsim, që do më thaj 28 nëse konsideroj dhe mësimin praktik që kam ba në Shkodër, në gjimnaz një Jordan Misi edhe 28 në Ndori, pastaj në Tuz në Maltezi, pastaj këtu, dhe mendoj se kam pas njëherë më kujtohet për 10 vite që kam punuar, kam kënë i vonuar, do më thaj jam vonuar në punë, arsyeja ishte problem teknik në makinë, goma, dhe njëherë që kisha aksident rrugës, nuk e di se kam vonuar çdo herë, kam pas dëshirë që t'jem të paktën 15 minuta edhe ma shumë. Sot mund shkoj edhe një orë para, po dhe më thëmë 15 minutë në asë njërë. Mënoj që ndikon edhe profesioni, sepse profesioni pra matematika është shkencë eksakte, dhe aja është shumë e bukur, shumë njerë se urrejnë, pra po flasim pak në këtë pikë, si landë, por biles për një pjesë saj që quhet algebra shpesher t'jep ma shumë se sa kërkon nga ajo. Sepse bile shpesher e përdori, dhe më thënë, kur bëjmë analizë matematikë ose analizë reale me studentët, fituam këta, provuam këta, po ne nga kjo po rrjell drejt për drejt kjo. Dhe më thëmë, neve luftuam për njanën, po kyte kemi falas. Dhe kjo vërtet më ka dhe më jep kënaqësi jashtëzakonshme, edhe ka ndikuar shumë në personalitetin tim edhe në karakterin, në përpikmërinë, por njëkohësisht e më ka ba, dhe më thënë edhe njeri ma human, ma të qetë në të kuptimin për me pranu të tjerët, për me ju ndihmua të tjerëve, sepse një mësimdhënës është i lumtun atëherë kur ishe studentët, gjithësisht nxënësit që kanë sukses në jetën e tyre. Në matematik 2+2 bën 4. Po në jetë ndodhe ndryshe? Po t'i pyesësh ekonomistët, ata thonë se 2+2 thotë, po deshe të bajnë 5, po deshe të bajnë 3. Kështu e përdorim ne, me plot respekt për çdo inxhinier. Ne kemi edhe një thanie për inxhinierët, sidomos mekanikës, elektrikës, automatikës, elektronikës, e kështu me radhë, sepse marrin lanë shumë nga ne, kanë deri në kalk 3, do më thënë ekuacione diferenciale. Jo thëmë bile disa kolegëve që ligjerojnë atë, thëmë jo keni shumë kollaj, do më thënë gjitha zbulimet, formulat matematikore futen në një platformë, në një program, kurse këta vetëm japin lanat dhe mesën llogarit. Por, dhe kjo thania 2+2 bajnë 4, nëse duhem të vërtetoj matematikisht, merr orë të tëra për me vërtetua matematikisht. E njetë përgjithshme duken krejt normale, sepse unë po ju bëjnë thjesht një pyetje, shumë thjesht, që mund të jetë ndoshta jo ju, por një pyetje që mund rrjellin nga kjo bisedë, nëse dikush të pyet, ma jep numrin 2, ma jep numrin 3, ti mund të llorosh 3 molla, 3 dardha, por numër si numër nuk mund ma sjellësh në dorë. Am kupton, dhe kjo lidhur shumë me jetën. Këtu lind probleme prapë. Ti mund të më jepsh 2 lapsa, por nuk mund të më jep një numrin të ndër. Pra mora thjesht një shembull dhe pra duke nis nga kjo bazë, nga kjo pyetje, matematika është prapë ndoshta po përsëritem shumë, po është një shkencë jashtëzakonshme, edhe është një motor shumë i rëndësishëm për zhvillimin e botës përgjithësi dhe e gjemë duke zbatuar gjithkund, çdo hap dhe lami tjetër tonë. Faleminderit 2+2, profesor. Ju e folët me shumë nostalgji, si që mund të flasë çdo nxënës për mësuesin e tij, që të dy e ndiqni jetën në Shqipëri. A ka evoluar trajtimi në Shqipëri, si që janë fushat e tjera ndaj mësuesit, qoftë nga rroga, nga trajtimi, ndryshme të komunikimeve, të kushteve të punës, si mendoni ju? Nuk mund të them se e di shumë mirë, kotsa të them, por me sa kam parë, do me thënë kur kam vizituar ose me çfarë shikoj nga interneti, patjetër që ka evoluar. Për shembull, biles në disa aspekte jeta në Shqipëri ka evoluar
ose si thua shqiptarët që janë në Shqipëri kanë evoluar më shumë se ne që jemi në emigrim. Jo, pyetja ishte, kanë evoluar mësuesat. Jeta ka evoluar, por mësuesat aq të dashur, aq të mirë, aq kontributor kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin për shoqërinë. A marrin për shoqërisë atë që japin? Mua më duket që sikudo në botë jo dhe aq shumë. Aty doja të dilja. Pse është nuk marrin në përgjithësi kjo jo, në gjithë botën. E nevojshme, pak më parë ne folëm që sa e nevojshme me shkollimi. Dhe nga ana tjetër flasim që jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera nuk ka trajtim të mirë ekonomik mësuesi. Pse? Nuk e di. Siç nëna që punon pa para, që të rrisi fëmijët, duket mua dhe mësuesët janë pak a shumë në të njëjtën situatë. Nuk e di, është kultura në botë mbase që ekziston. Mungesë kulture. Po, ose mungesa e kultura, ose mungesa e kulturës që ekziston në botë. Mungesa respekti. Po. Ka shumë ndryshime në botë, atë doja të dilja që ka shumë ndryshime në botë që si perceptojmë gjërat. Për shembull, unë mund të them, për shembull këtu, unë jam në shkollë, në gjimnaz, dhe ne shikojmë një ndryshim të sjelljes së prindërve ndaj mësuesit. Si të thuash, ka rënë ajo, dhe prindrit e gjykojnë mësuesin, ose për shembull, marrin anën e fëmijës, kur më përpara, s'ka bërë vaki kur që, unë e dalloj, unë kam filluar para 25 vjetëve, është shumë ndryshim i madh në mënyrën që dhe si prindrit e perceptojnë shkollën. Nuk ka, më duket mua, nuk e di a jam gabim, po për mendimin tim nuk ka vlerën që kishte më përpara. Dhe në Shqipëri kam kushërirën time që është mësuese, ajo pak a shumë shpreh të njëjtat shqetësime, po. Prapë them unë, Evropa është çik më ndryshe, megjithëse atje po bëhet pak a shumë si këtu. Këtu është pak më vështirë në këtë aspekt për mësuesin. Po. Nuk e di si mendoni. Unë plotësisht pajtohem, neve duhet të harrojmë mësimllënien para 20 vitesh më sot. Po, është e pamundur. Mësimllënia ndryshon, sidomos në 5, 6 dhe 10 vitet e fundit, ndryshon nga muaji në muaj, mos flas nga viti në vit. Edhe bile shpeshherë shprehin e kanë shprehë edhe kolegët tonë që aso, që të cilë kanë punuar 20-30 vjetë tonë, neve s'kishim e muj me ba këtë punë tani. Sepse një farë mënyret edhe generatat janë të krejt ndryshe, perceptimi i mësimllënies, ka një perceptim krejt tjetër, ai e shef mësimllënësin si një vegël. Ty duhet me ba këtë punë, ti paguhesh për këtë punë, edhe ti duhet të jesh në gjendje me duru, me përballu, çka do të urnojmë, a më kupton? Pra është thjesht si vegël. Dhe mësimllënësit, sidomos nga cikli në gjimnaz, janë në mes zjarësh, janë në mbi kohë ka një administrat, që administrata mund të ketë eksperiencë, mund mos tjetë, sepse mësimllënësit janë në linjën e parë, janë në front. Ata, janë në takim drejt për drejt me gjitha problemet e gjitha atyne nxënësve apo studentëve që i sjellin aty. Dhe fatkeqësisht, është një problem se këto gjenerata nuk din me dallu venin prej venit. Nëse je në shkollë, problemet tuaja personale leni jashtë, dhe do merresh mas, pra i bien aty dhe mendon se edhe një karrige i ka faj. Mendon se ndoshta është fajtor mësuesi, pse ai është aty. Pra mësuesi nuk vendos pse është ai aty, por vendos dikush tjetër. Nëse, pra thash, kam fjalën me është një punë jashtëzakonisht e vështirë dhe me përgjegjësi, sepse në një farë mënyrë nuk e ke mundësinë për me bë punën ashtu si juve mendoni dhe ashtu si juve jeni certifikuar për ta, keni shkuar në shkollë. Siç e thash, ka mbi kokë administratën, ka mbi kokë prindrit të cilët çdo vit ose çdo ditë e mat egjer
më të egjer, do më thënë, dhe më pa respektuam janë ndaj mësimdhënësve, dhe fëmijën të cilët një farë mënyre një pjesë e male, fatkeqësisht vinë dhe rebelohen, nga mënyra se si ata e shofin, ndoshta ndëgjojnë edhe në shtëpi prind, për shembull, nga ku më di se çfarë komunikimit kanë, dhe gjithmonë nëse në një problem ndodh, nuk do të akuzohet as prindi, nuk do të akuzohet as administrata, nuk do të akuzohet as nxënësi. Domethënë gjitha këto janë mbi kokën dhe supën e mësimdhënësve. Kjo është nga ajo që unë e njoh në këtë vend. Ishte biseda edhe për në Shqipëri. Unë kam kolegë, domethënë të cilët edhe punojnë, jam në kontakt me ta, por dikur mësimdhënësi atje ka qenë shumë i vlerësuar, ka qenë shumë i respektuar, dhe mendoj se ka qenë shumë mirë, jo se jam unë këtu, por duhet respektuar çdo njeri për punën që e bën profesionalisht. Por edhe atje ka është një ndryshim jashtëzakonisht i madh i marrëdhënies e prind, mësues dhe mësues nxënës. Domethënë, nëse kjo marrëdhënie ose ky tërkanç nuk funksionon, pastaj aty ka probleme më të mëdha. Unë mendoj se mësimdhënësit atje ballafaqohen me presione, me mos respektim në nivelin e duhur, dhe ndoshta shpeshherë përfundojnë edhe me fyerje, mos flas edhe me sulme fizike, që ato nuk do të ndodhen asnjëherë, aq më tepër në një institucion edukativ arsimor. Por nuk është vetëm Shqipëria vetme, këto ndodhen në gjithë botën, por duhet të them se është një dallim jashtëzakonisht i madh i të punuarit në arsim sot me vite më parë, le të them 10 vite më parë. Cilat janë sipas jush vështirësitë nga presionet e fëmijëve, prindërve dhe nga presionet e institucioneve, instancave të drejtorisë dhe të shtetit ndaj mësuesit? Si përballojnë këto mësuesat? Unë mund të them për shkollën e largjës, si është kolegja e universitetit së Çarall, për shembull, është një presion sepse në radhë parti duhet të jesh i përgatitur për degën dhe landën që ti shpjegon. Duhet të jesh 100% i përgatitur sepse konkurenca këtu është jashtëzakonisht e madhe, edhe ty mund të ikën vendi i punës për, si thot, për një gjë, për një fije floku, në radhë parë. Radhë dytë, duhet të kesh shumë parasysh komunikimin me studentët, mënyrën e komunikimit, sepse në fund të çdo semestrit ti vlerësohesh nga studentët tu anonimisht. Ata për gjën më të vogël, do me thënë, mund shkruajnë, është një pyetësor afër 30 pyetjesh, po çdo gjë, edhe në momentin, a fillon nisim mësimore në kohë, a ju kthen emailët në kohë, a ju përgjigjet pyetjeve tuaja, e kështu me radhë, pra mos tin ato detale, dhe faktikisht e din se janë studentat tu, po nuk e din se kush Allah i mund shkruaj çka don. Plus janë edhe vlerësime tjera publike, të cilat ato janë të pashlyeshme. Për shembull, po të shkelsh emrin tim, është aty ma kraso rate my professor, mund shish aty lloj thanjesh në qoftë se domethënë ti ke bën ndonjë gabim. Dhe faktikisht je gjithmonë presion. Je në presion sepse thash duhet të kesh parasysh që nga momentit që fillon nga dita e parë deri në ditën e fundit kur i poston edhe notë dhe pastaj të ndigjosh të shifsh se ç'po bëhet 1, 2, 3 javë tjera sepse është në presion. Pastaj normalisht çdo hena studenti do të jetë ai që do t'i pahet ana ose krahu më shumë. Ju mund të thoni pse, sepse ai është fitesa e universiteteve, ai është biznesi, ata sjellin parat. Domethënë neve na konsideroj sigur se po ju marrim, kurse studentët janë ata që ju sjellin sipas këtij kuptimi. Pra presionet janë jashtëzakonisht të mëdha, por me kalimin e kohës njeri krijon një rutinë të punës, edhe gjithmonë duhet niset nga ajo që momentin se si ndihesh, problemet familjare, gjendja emocionale jotja është shumë mirë për me lënë në parking.
Dhe me thamë, mundësisht në shtëpi, por të paktën jashtë objektit ku punon. Sepse nga njëherë nështë mund dalsh nga vetvetja dhe ajo këtu vetëm sjell keq. Nështë edhe për një sjellje shumë mirë kuptuese, me një student që mund t'i spjegosh, mund t'i bash, dhe me thënë, duhet kesh shumë kujdes mënyrën se si how you deliver, se si transmeton tek studentat, sepse mund të biesh në një problem të jashtëzakonshëm. Thjesht një profesor më ka pas dhënë ishte i didaktikës këtu kur bana nostrifikim ose evaluation ose vlerësimin e diplomës, na thoshte jo vetëm mua, por neve na thoshte duhet keni shumë kujdes thotë. Në momentin kur qëndroni me një student ose edhe dy studenta, ose në momentin kur jeni diku që nuk ju shef dikush, keni kujdes derën, duhet ta keni hapur, mënyrën se si lëvizni, tonin e zanit, ngjyrën e zanit, fjalët që i përdorni sepse mund t'i përdorin domethënë kundër jush. Janë domethënë edhe disa trajnime therpa quhet që neve duhet ta bëjmë çdo vit për të siguruar se neve jemi shumë të familiarizuar me gjitha ato rregulla, ato norma, sepse as universitetet ose distrikte, shkollat nuk kanë interes që një punëtor ose mësimdhënës i tyre të bien këto probleme. Pra kjo është pak a shumë lidhe me këta. Ke diçka për shtuar? Është pak a shumë e ngjashme, për shembull për ne është pak më keq sepse nxënësit janë minoren, janë më nën moshë, kështu që prindi ka akoma më shumë fuqi se sa administrata. Dhe domethënë si tha profesori, duhet jesh në maksimum i përgatitur për lëndën që jep, dhe është e rëndësishme që ti t'japësh, si thua, një progres logjik, që do me thënë fëmija të di, unë këtë po mësoj sot, këtë do ta mësoj nesër, në vazhdim të kësaj që mësova sot, duhet kesh gjatë gjithë kohës, do me thënë të kesh parasysh që zëri nuk mund të ngresh, duhet kesh durim shumë të madh, asnjëherë mos marrësh gjërat personale, është diçka, do me thënë, është stres, po rutina, do me thënë, kur e mëson atë rutinën, pastaj bëhet e përballueshme. Kaluam kështu edhe në këto probleme që të mërzitin qik pak, se dhe kushdo që i dëgjon, nuk mendon se ju i në këto vështirësi, por tani duke të gjuar e kuptojnë, kanë dhe fëmijët e tyre. Por edhe vim në një moment gëzimi tani, dihet se në Shqipëri 7 marsi është dita festa e shkollës parë shqipe, festa e mësuesit. Dhe mësuesit vazhdimisht me rastin 7 marsit marrin dhurata. Edhe unë kam bërë dhurata kur kam qenë nxënës, e ju kërkoj ndjes ju të dyve, pasi unë kisha përgatitur në një tufë me lule për dy ju, por vajza që punon këtu, Katerina, ka qenë pa qef. E ndjes, unë atë mund të zënësoj kur të mbaroj emisionin, të zë për qafe dhe të falenderoj. Pra zere se do më më qenë. Është një respekt që jep plus familja, jep fëmija për mësuesin. Si kujtojnë këto në Shqipëri dhe a kemi këtu se ne jemi shqiptar amerikan, a kemi këtu neve ditë fest të mësuesit? I kushtohet këtu në Amerikë? Jo, këtu nuk i kushtohet, po për shembull, unë gjithmonë kam pasur qef, kur kam qenë në shkollë, unë që gjithmonë dhurata mësues. Çfarë i ke çuar? Lule, qa kishte atëherë, do me thënë? Baba ne kishe në vend pozicion të mike. Ose babi vinte në çdo takim me prindër, në çdo aktivitet të shkollës, do me thënë, edhe ajo kishte një ide, do me thënë që ne gjithmonë na mësonte që mësuesi duhet respektuar në maksimum. Kurs më ka dhënë mua të drejtë për ndonjë kështu që kisha ndonjë problem me mësuesit. Këtu unë kam patur fatin nga që jam ESL, kam pasur shumë fëmijë nga Shqipëria, biles, atë çdo vit nxënësit kam sa ta të rregulltit që çdo 7 mars më urojnë. Të sot e kësaj dite. Do marrësh dhurata? Po, do marr gjitha, jo, dhurata jo, po mesazhe po. Po e ka rëndësi kjo. Shumë. Pra si ka evoluar nga kartolinat, nga lulet. Marr mesazhe gjithmonë në Facebook, më dërgojnë që kam pasur nxënës, domethënë 25 vjet përpara. Edhe është kënaqësi shumë e madhe. Dhe një herë mua më kujtohet, isha në shtëpi se mos na marr Valentina për keq.
dy fëmijët po mblithin leka, se i mblithin për mësuesen e tyre të klasës për t'i dhënë dhuratë. Po. Si kolektiv, jo si individ. Po. Po, profesor? Po, unë e kujtoj në fakt se neve kemi një thanje atje, mësuesin e kem trajtuar si kur Zotin, ashtu është qujt dhe ashtu është brumosur në ne. Unë menoj se ka qenë nevojshme dhe duhet në olla jo, sepse ne si shqiptar fatkesisht e kem pak një dobësi, e themi shumë vështirë fjalën faleminderit. Edhe unë mendoj se secilin nga ata e meriton një faleminderit për punën, për energjinë, për angazhimin, për përkrahjen e çdo studenti që si çdo nxënësi dhe vërtet ajo duhet theksuar. Edhe unë marr, domethënë urime, mesazhe urimit për ditën e mësuesit, edhe vërtet mua më gëzon, sepse thu, domethënë pas kam bën diçka mirë, përderisa më pas ka maj mend mas 20 vitesh e kështu me radhë. Në lidhje me pyetjen a ka këtu faktikisht në Amerikë ka një quhet me sa diun java e vlerësimit, teacher appreciation, po është një javë, me sa diun është java e parë e majit, ashtu e përdorin, edhe para se erdha këtu e kërkova, ishte 6 maj dita, që llogarit dita e mësuesit, se është java dhe dita, kishte qellua bashkë me ditëlindjen e Gjergj Kastrioti Skënderbeut këtë vit. Pra, por është në një farë mënyrë edhe këtu vlerësohet me sa diun, domethënë ka shumë ju shkruajnë kartolina, ju japin, domethënë ato kanë ato thënjet e tyre të cilët i vlerësojnë, ka edhe prind, domethënë që i vlerësojnë, sepse unë thash varet edhe prej prindve se çfarë kërkon nga fëmia. Për shembull, unë kam pas rast me pas prind që i kishte, domethënë, kishte 2 fëmijë aty që ishte nxënësa të mi dikur kur ishte në gjimnaz, edhe ata ishin pothuajse më të mirë të shkollës. Në mbledhje prindësh ata vishin, ai vite prindja domethënë vishin më të parë. Edhe faktikisht ishte edhe rezultat, më kupton? Pra, kanë ekzistojnë dhe mendoj që duhet të ngritet edhe më shumë, pra të vlerësohet. Neve jemi prindër, edhe ne gjithë kemi fëmijë, për shembull të paktën ne 3 që njihemi, edhe shpeshherë ndodh që fëmia vjen në shtëpi dhe fillon po ky mësues ka bën këta, më ka i natë, më ka në sy. Edhe nga që unë njoh këtë profesion më shumë, unë e kam ndëgjuar me shumë me vëmendje, por unë kam di se nuk është i sinqert, sepse nëse ndoshta i ka ngel hatër për diçka, mund t'i shtojnë edhe 10 fjalë tjera. Edhe, po pastaj kam thënë, nëse si mund ndoshta ka kjo punë, ndoshta ke bë këtë gjest, pastaj ka reaguar ky, ndoshta ke bë këtë gjest, pastaj ka reaguar kështu, ndoshta ke, domethënë gjitha ato përpushin, faktikisht nuk isha nevojë as me pyet mësuesve çka ose vetëm nga mënyra se si e komunikojnë, domethënë, tash për shembull unë si prind, çka do duhet ti kacavytesha atij ose fytesha mësuesit dhe ta ofendoj një kohë që unë e di se ai mund të ketë në klasë 30 nxënës, 30 nxënës janë 30 bota krejt ndryshme. Janë different learners, domethënë janë gjithë secili mëson në mënyrën e tina, dhe tashti duhet ta fajsoj për shembull nëse ai nuk ka pas kohë me lënë aq vëmendje sa ndoshta ky ose ajo ka pas nevojë. Pra unë vërtet duhet ta them se jo për mua se unë faktikisht unë u plaka tani, por për gjenerarët që vinë e të cilët duhet të merren me këtë profesion, ata janë të lindur. Këtu dallon, domethënë, mund të kesh një mësues që ka shkuar dhe bën këtë punë vetëm për të marrë rrogën, por unë njoh shumë nga ata që bajnë këtë punë se e bajnë me pasion. Do të them personalisht, nuk më pëlqen me folë për veten, por thjesht një shembull, kur kam shkuar me studio matematikën, unë nuk kam di se sa është rroga e një mësimlansi, nuk kam dit as, nuk kam pyet, së më ka intereso fare. Biles, edhe me shumë kolegë, për shembull, me arsimimin tim, sigurisht po të punoja për një kompani automobilash tani, do të merrja edhe më shumë para, por unë e baj për faktin se e kam me pasion, edhe mendoj se këtu është fusha që unë e baj
me dëshirë dhe jam ma i sukseshëm. Edhe mund t'i vej dikuj që ndoshta unë mundojmë t'ja jap mësim dhe të kaloj përmes këtij procesit. Pra, nëse një mësimdhënës, jo vetëm mësimdhënës, po një punëtor shkon në punë vetëm për të marrë rrogën dhe me nxi pret, domethënë mbaroi orari i punës, domethënë këtu janë dy gjëra jo të mira. Njëra është sepse ti faktikisht je me punua kundër vetvetes, je me lodh veten edhe fizikisht, po edhe psiqikisht, dhe në fundi nuk je i kënaqur asnjëherë. Pra kjo është që t'ju bajnë thirrje ata që ndjejnë dhe e bajnë me dëshirë këtë profesion, le ta bajnë, le ta përkushtojnë, pavarësisht vështirësive që neve i theksu ma parë, është ajo bukuria me madhe që depërton për të fituar një kënaqësi dhe një lumturi, sepse ka shumë rëndësi nëse ti si person një ditë e mendon se ke qenë të paktën një guralec ose një copës e gurit vogël në formimin, në karakterin dhe në ndërtimin ose formimin e tij si njeri ose si intelektual. Shumë faleminderit, ju falenderoj shumë që të dyve, edhe duke ju njohur, ju jeni persona ekselent, jeni familjar shumë të mirë dhe edukator të shkëlqyer. Pyetja e fundit dhe mesazhi juaj, pse duhet ta kujtojmë 7 Marsin dhe pse jemi jashtë tërave shqiptare, pra ne si festë kombëtare shqiptare? Për mua shumë e rëndësishme sepse domethënë mësuesët, siç e folëm gjatë gjithë bisedës, janë themeli dhe janë baza i çdo suksesi të një shoqërie. Dhe sidomos domethënë kudo në botë që të jemi, prapa ajo detyra e brezit të ri, domethënë një fakt që ne kur na shikon një nxënës në rrugë që kemi pasur dhe thotë që wow, faleminderit për ndihmën që më dhe, ajo është një kënaqësi shumë e madhe, domethënë nuk ka kënaqësi monetare, por kënaqësia shpirtërore shumë e madhe e mësuesit dhe është si të thuash një profesion që është më i rëndësishmi, them unë, se çdo profesion tjetër dhe duhet respektuar shumë dhe duhet mbrojtur tej mase. Shumë faleminderit, urdhëroni. Po, unë duhet të them, neve ndoshta simasit e kësaj kohe specifik. Më vërtet, shumë vërtet. Domethënë unë faktikisht jam nga Malësia e Madhe, nga Shqipëria etnike. Unë vërtet e vlerësoj shumë dhe 7 Marsi dhe çdo gjë që ka të bëjë me shkollimin në gjuhën shqipe, gjithmonë dhe gjithherë duhet vlerësuar, duhet kujtuar dhe unë ata njerëz i quaj heronj, ata të cilët ndoshta nuk jetojnë sot, ata të cilët janë në pension dhe ata të cilët punojnë edhe sot e kësaj dite, unë mendoj se janë elementi, janë llantia më e vlefshme e kombit tonë shqiptar, të cilët punojnë, sakrifikojnë, japin çdo gjë për edukimin e brezave të ri që kombi jonë të vazhdojë të jetojë edhe me shumë vite të tjera, si shqiptar, si atledashës, dhe si njerëz me mendje të hapur të cilët shëndrisin jo vetëm në Shqipërinë tonë, por në çdo vend të botës ku ata janë. Pra, mendoj se çdo mësimdhënës, pa marrë parasysh çfarë nivelit ka shërbyer, secili është krenar për nxënësit, për studentët e tyre, të cilët sot janë të suksesshëm në përbot. Edhe njëherë gëzuar 7 Marsin, të gjithë mësimdhënësve pa dallim, kudo që janë, kudo që ndodhen, dhe faleminderit shumë, një faleminderit shumë të madhe për gjithë ju që keni sakrifikuar çdo gjë për ta bërë punën tuaj sa më profesionalisht që studentët, nxënësit tuaj të jenë suksesshëm. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë për gjitha mesazhet, informacionet, këshillat që sollet në fushën e arsimit, e veçanërisht për thirrjet që bëhet që ta mbajmë gjallë këtë, jo vetëm këtë festë, por gjitha festat kombëtare shqiptare, pasi ato kanë të bëjnë edhe me brezat që vinë, të cilët të quhen shqiptar, të ruajnë gjakun dhe genin tonë si një komp i veçantë. Ju falenderoj ju të nderuar teleshikues, me shpresë që të shikohemi përsëri
me festa të rëndësishme të kombit shqiptar. Mirupafshim, faleminderit edhe juve. Shumë faleminderit.